Ma ta në urës së bunës gjendet një lagje. Ajo ka marrë emrin e lumit, quhet Tej Bun. Mbi të, në rrënohet e një kazerme të vjetër, ndodhet fshati i Paqes. Ai është ndërtuar gjatë viteve të tranzicionit për t'i ardhur në ndihmë njerëzve në vështirësi. Te hyrja kryesore takoi Kol Lukën, një nga vullnetarët e këtij fshati. Ai së bashku me të shoqen, Gjustinën, merren me edukimin dhe mirëritjen e fëmijëve me probleme. Do t'ju takoj me zotin Gjergj Guri, është koordinator, edhe përgjegjës për shtëpinë e Paqes. Gjergj Guri, koordinator dhe menaxher i fshatit të Paqes, më shoqëron në sallën e ngrënies, e cila ka një histori. Këtu çdo gjë flet për një simbiozë të së sotmes me të kaluarën. Këte e dëshmojnë detaje dhe elemente të ndryshëm. Kjo është, siç e shihni, është një strukturë me fjalë që është kthyer në një restorant që të gjithë me fjalë që bëjnë aktivitete të vinë dhe rrinë bashkë, hajnë darkë etj. Kjo ka qenë më përpara një kazermë ushtarake, ku këtu flishin ushtarët etj që është përdorur edhe në kohën ku ka qenë pushtimi turk edhe në kohët e mëvonshme. Dhe tesh është kthyer në një qendër, një restorant paqe, pra ku të gjithë të rinjt mbledhen, banorët e fshatit mbledhen dhe rrinë këtu, tarkojnë së bashku. Struktura, me fjalë, është e njëjta strukturë, ne vetëm që kena bërë ristrukturimin e saj, kurse si formë, strukturat e me të gjitha, sepse ne këtë kemi dashur që të mbetet ajo që ka qenë, por ajo që ka qenë pra nga një kazermë të kthehet në një qendër paqe. Gjergji më tregon për Emanuelin, që shkurt e thrasin Lele. Ai është një fëmijë 2 vjeç, banori më i ri i fshatit. Njerëzit më të afërt të tij janë Don Mario, Gjergji, mësuese Avajana dhe të gjithë ata që jetojnë në këtë komunitet. Mi chiama Landi. Kjo është shoku im i ngushtë, është vllai im, është shpirti im, e kam shumë xhan. Edhe gjithmonë kur vi këtu te puna, vjenem ta këndzyre çdo mëngjes, rrim bashk, punojmë bashk, dhe pastaj dalim edhe luajmë bashk. Është një nga shokët mi më të mirë dhe më të ngushtë, sepse gjithmonë shumicën e kohës rrim me këtë, sepse te puna gjithmonë rrim me këtë. Miri, shko luaj atje. Hajde, forca. Këtime. Shtëpia Alda, në hyrje të fshatit, ruan një histori prekse. Kola dhe Gjustina, pas humbjes së vajzës, lanë Tiranën dhe erdhën për të gjetur ngushëllim në këtë shtëpi. Kemi ardhur familjarisht me qëllim që të shpreh të kryejmë, si thosh, një mision. Të presim fëmijë ose njerëz që janë në nevojë dhe t'i ndihmojmë ata. Dhe ne jemi nisë kryesisht nga një mësim i vjetër që vjen nga shekujt, edhe që e predikon edhe feja, për dashurinë midis njerëzve. Dhe me një motiv, domethënë, ose duke ndjekur një parim që ne të ndihmojmë të tjerët. Mas aksidentit që i nolli vajzës tonë Alda, me që ato punonin vazhdimisht me Caritasin të treja vajzat, po sidomos edhe Alda, Padre Atë Mario na afroi për të na lehtësu dhimbjen që patme një vend këtu në fshatin e Paqes. Me ardhin këtu, ne gjetëm një ngrohtësi shumë të madhe nga Atë Mario. Alda 17 vjeçare e parandjeu aksidenti që do t'i merrte jetën. Një ditë, kur doli nga kisha ku shërbente, një makinë e mori nën rrota dhe e shtypi si një gjethe. E pashtë e këra e shtyr.
pamshirë nga era që po frynte, në asfaltin e thatë dhe pamarin. Ragadi pa frymë, me atë asfalt të thtoft, e psër një tronditje të vogël për jetoj. Jetoj se e donë të jetën sepse ishte e vogël, por dikush i kaloi pranë, dhe si një përbindsh i pamshirshëm, e shkeli atë gjethet vogël tashme pa jetë, me gjithë fuqinë e tij të tmerrshme. Alda jeton në kujtimet e njerëzve që e duan. Kjo është Buzhina, domethënë që kemi kushte shumë të mira jetese. Këtu kemi një dhomë gjumi të vogël, domethënë jo për ne shumë e përshtatshme, domethënë janë gjithë kushtet shumë të mira. Këtu kam dhomën, domethënë është vendi ku jetojnë të dy fëmijë, vajza dhe djali. Jemi mundu të krijojmë kushte, domethënë ato që nuk i kanë pas aty në fshat, dhe janë këtu studiojnë. Kjo është një mundësi, ndoshta jo e madhe, por për ta është një mundësi shumë e mirë për ta. Kësaj shtëpie, atë Mario i ka dhënë dhe shtëpia familjes Alda, në kujtim të saja. Flora dhe Alberti kanë ardhur nga fshati i largët Sumej i Dugagjinit. Kola dhe Gjustina janë bërë për ta si prindër të dytë. Një kujdes të veçantë i kushtojnë edukimit të tyre dhe ndjenjes së dashurisë për njëri tjetrin. E bukur, detyrat e shtëpisë, shëmsuesja. Shkolla e fshatit të Paqes ka 4 klasa ku mësojnë mbi 60 nxënës, kryesisht të lagjes Tejbun. Ata i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian. Lagjen Tejbuna. Ju do të vini çdo ditë në shkollë. E mira e juaj është që të vini në shkollë për me mësu, dhe jo për me dalë me lyp. Sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lejtë. Mësuese havajanën e gjej në orën e mësimit të këngës. Ajo ka zbuluar një talent, Syrian Çakacin. Ai ka shumë dëshirë të bëhet i famshëm si këngëtari popullor Bujar Qamili. Për ty gjakun derdhi blum, o flamuri kuq me shkam, kënga jone arbi dhe mbi qytete fushëman, për flamurin e vërtet, për të shtrajtim ideal. Administrata e Caritasit italian, gjerman dhe maltez kanë krijuar kushte të përshtatshme për edukimin sa më të mirë të fëmijëve të kësaj kategorie. Këtu është dhe një kopësht. Mbi 20 fëmijë të lagjes Tejbuna kanë gjetur stre dhe argëtohen në këto ambiente të këndshme. Pranë njëri tjetrit harrojnë varfërinë dhe problemet në familje. Matanurës, në krahun e djathtë të Bunës, gjendet lagja e një komuniteti me ngjyrë. Caritasi gjerman ka ndihmuar për merremetimin e shtëpive të tyre. Havajana më shoqëron në njërin prej rrugicave të lagjes ku bie në sy varfëria dhe arresa e pushtetit vendor për këto familje. Në njërin prej shtëpive na pret Rushja. Ajo zgjen fjalë për të shprehur mirënjohjen e saj të thellë për atë Marion. Fshati Paqes është shumë mi Virgjina i ka mbledh fëmijët për shkollë, se fshati Paqes i mbledh fëmijët për shkollë, se na shkollë nuk kena pas, edhe kena një kënaqësi shumë të madhe për fshatin e Paqes, domos për Padre Marion, ashtu edhe për gjithë italianë tjerë, edhe për mësuesit, faleminderit shumë se na edukojnë shumë mirë fëmijët tonë. Rushja është nëna 3 djemve që kemi pas në shkollën tonë, fëmijë të mrekullueshëm. Shoqata malteze gjerman kanë bërë ato një mrekulli të madhe shumë me ne, se qa pite jashtë binte mrene për shtëpia tona, kanë na rregullu çatje të shtëpiave, që po e shihni vetë ju. Edhe i falenderoj shumë gjithë na sillin këtu ke fshati Paqes.
Një tjetër banor me probleme është paraplegjiku Mirash Thana. Ati është paralizuar gjysma e trupit nga një aksident. Si be kaloni? Mirash, si ndodhi aksidenti? Urzova nga koli, në takoj sa mori, në vertebrën 12, dhe fitova paraplegia. Dita në vend, që ndodhi paraplegia, me njëherë fshatarët e mi, urgent më kanë punë në spital, në kirurgji në Shkodër. Kirurgjia e Shkodrës, muajt e 24 orë dhe më ka nisë direkt për Tiranë. Drejtori i Caritasit me afroj shumë afër, më tha nuk është problem për shtëpi, është problem për kam, mos u mërzit. Mboni më tha dhe qojmë Itali, tha që jo, si e di vetë punën time, problemin tim e di vetë, unë kom krye për problemin e kamve, por të gjenë thash një mënyrë që të jetoj, të kaloj si tjerë. Edhe më ko afrua, më tha me qa ke punu, më pyeti, mu kom punu veterinerë, kom morë plomat, sjella bletën këtu, për eksperiment që bletat mos lëvizin nga fshati pas, veç a reziston bleta, që e kom trashigua den baba den bletën në fshatin thet, a reziston po lëvizjet kulloc, e pe boj parol, kom plumat, kom marë tash edhe një kanarin, do të bje dhe do të merën tash për me rritë zëjsh kanarinash, me kalu kohën që nuk e do të demoralizoj veten. Pse? Nuk jam inaktiv, që mos me menua për të gjëra, po një aktiv shumë i fort, edhe se kom problem asnjë gjë. Vetëm punoj. Mirashi i shoqëruar nga Angelina, gruaja e tij, gjen mundësinë për të lëvizur, për të bërë dhe ai një punë. Një nga pasionet që e mban gjallë është përkujdesja për kosherën e bletëve. Këtu, pranë familjes më punëtore në botë, që ai ka dëshirë ta shtojë, e ndjen veten të dobishëm e plot shpresa. Ka pak ma shkullor, po do t'i shtuk vetë. S'ka njëri si nuk e gjen punën. Me kalu kohë edhe me punu. Për të mirën e vetën rrallëtore dhe për shoqërisë. Një takim i veçantë është ai me vullnetarin më të nderuar, profesorin e njohur Ahmet Osja, i cili ka vite që ndërton në fshatin e Paqes një ekspozitë të bimeve të rralla. Këtu në fshatin e Paqes, të 2 vjet e fundit, u bën mundur që të sillen nga gjithë Shqipëria rreth 479 lloje bimësh. Nga këto rreth një 37 janë bime endemike që gjenden në hapësirën ku jetojnë, shqiptarët. Po, disa nga këto, një 10-11, kanë dhe emra të ditur kryesisht me vendet të Shqipërisë dhe me njerëz të saj. Për shembull, siç është rasti i mbretit Ilir Genti, që për njerëzit e tij është emërtuar një bimë që quhet Gentiana lutea. Këtu në hyrje të kopshtit, se ky lot rol edhe për, domethënë, shërbim didaktik për disa shkolla këtu të qytetit të Shkodrës, dhe sot ne i pam kanë ardhur nxënës të shkollave, vinë mësues të biologjisë dhe krijojnë konkurse, demonstrojnë lëndë të mësimit me biologjinë. Kemi bërë diçka interesante. Mes dhe u ka shumë bim, po disa bim janë edhe kështu si punë bim që janë marrë si bunë simbol. Për shembull, këtu jemi te Udhiri. Udhiri është simboli i paqes. Ajo aty është dafina, është simboli i lavdis. Aty është fiku, është simboli i ushqimit. Edhe këto simbole, domethënë, tregojnë për rëndësinë që kanë pas bim në jetën e njeriut. Njeriu në jetë duhet të jetë edhe i besueshëm, për me keni qëndrueshëm edhe i dobishëm.
Bima ka ato, domethënë, marrëdhëniet e veta me dheun, me ujin, me tokën, me shkemin, të gjitha këto dhe i fut në punë për të mjetuar dhe për të vazhduar jetesën e saj. Këtu ku jemi ne, për shembull janë rreth 17 lloje bimësh, ja. Ja, kjo është një bimë e veçantë, është saponare officinalis, kjo salvia officinalis, ka këtu kjo convolvulus acris, këto janë pjesë të poaceve, këto janë para grurat, para thekra, janë bimë, domethënë që kanë një lashësi tepër të madhe në hapësirën e mesdhot, pra aty ku ban pjesë dhe venyn, ne thënë të vërtetën për sa i përket bimëve jemi tepër të pasur, domethënë në hapësirën tonë që është relativisht një hapësirë jo shumë e madhe, për çudi ka një sasi të madhe të llojeve të bimësh. Menohet janë më shumë se 3250 lloje bimësh. Nga këto, një pjesë e tyre janë bimë endemike dhe shumë bimë janë zbuluar nga shkencëtarë të kalibrit të Europës, siç është Antonio Baldacci, Dolfleri, Margrafi. Bile Margrafi në vitet 30 arriti të bëjnë edhe hartën e bimësisë shqiptare, një hartë model e cila u përdor pastaj edhe në rang europian. Ka bërë një shërbim tepër të madh. Disa nga këto bimë ruhen edhe nëpër parket e kopshtet botanike të Austrisë, të Gjermanisë, të Çekisë, pse kanë tërhequr vëmendjen e shumë shkencëtarëve. Dijet e tij janë të shumëanshme. Ai kërkon të më tregoj për gjithçka. Në librat e shenjtë në përgjithësi thuhet që kur Mojsiu fliste me Zotin, një herë Zoti i tha, do t'i shtojsh njerëzit në gjithë rajonin ku jeni ju. Ai u befasua dhe i tha, mirë t'i shtoj, tha, po si do t'i maj, mos u trem, tha, aty janë 2 bimë, tha, që ta vërtetoj këtë, tha, udhiri dhe fiku, dhe ai u betua për këto 2 bimë. Domethënë ne jemi tepër të privilegjuar, jemi me të vërtetë në atë hapësirë. Ahmet Osja është mjaft i njohur në fushën e biologjisë. Ai mbetet një nga kërkuesit dhe eksperimentuesit më të shquar të bimësisë shqiptare. Po kjo që shohim na është një nga bimët endemike që kemi ne këtu në kopsht, edhe këtë kemi sjellë nga Korabi, është në familjen e qepve, edhe është mjaft e rrallë, nuk gjinet, rastësisht gjinet. Aty janë lloje poacesh, këtu janë. Në bimë që janë para bimet e drithrave që ham ne, domethënë që i kultivojmë për ngrënie, siç është gruri, elbi, thekra e tjerë. Dhe këtu i shohim, për kjo është tërshera, avena fata. Kjo është bimë e elbit të egër, këtë janë bimë e melit të egër. Pra, si shohim kemi një varg bimë këtu, që janë shumë përfaqësuese dhe që janë me shumë rëndësi, qoftë edhe për t'u përdorur në seleksionimin e bimëve të kultivuara. Përse se kanë genet e tilla që janë me shumë interes në trajtim të rezistencës ndaj lagështirës, e kërkojnë më pak ujë për të ndërtuar më shumë lantat, janë i të damtuzve, në smunjeve e tjera që shpesh bujku ose fermeri harxhon shumë pare për t'i marrë në mbrojtje një kohë kur po të futet në programe shkencore, mund fitohen kultivarët e tillë, janë të qëndrueshëm edhe janë me rendiment të lartë të vërtishëm për bujqit për fermerët tonë. Me sa vëre, profesor, ju keni si një ekspozitë të hapur për florën për gjithë rreth në Shkodrës. Po, unë në fillim, domethënë, më ka ndihmuar shumë, domethënë, ai patërmarrja më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, duke më krijuar hapësira, duke më shtetë, se unë s'mund ta bash këtë, unë e kam bën në mënyrë vullnetare, vetëm që këtu të grumullohen të gjitha këto bimë që i vijnë në dispozicion kryesisht shkollave, mësuesve të biologjisë, dhe këtu kemi edhe Universitetin Shtetëror Luvij Gurakuqi, dhe aty janë shumë pedagogë, shumë mësues të zot me grada shkencore, me tituj të cilët kanë punuar në mënyrë të shkëlqyeshme, dhe ato kanë një mundësi me studentët e tyre të bëjnë studime deri në përpilim diplomash, domethënë me kriju mundësinë që duke studiuar të mbrohen diploma. Profesori ka të vështirë të ndahet nga bimët e tij. Secila prej tyre ruan një histori të bukur. Ai ka dëshirë të mirëfejë të gjitha, duke mos lënë asgjë pa përmendur. Është një botë e gjelbër që do shumë kohë për t'u zbuluar. Tu jemi në pikën më të lartë të fshatit të Paqes, pra të kopi botanik, është rreth 42 metra mbi nivelin e detit, edhe këtu është ndërtuar dhe qendra e matjes së klimës. Kjo është lumi Buna, që fillon këtu, merr ujë nga liqeni, po aty në bashkim me Drinin bashkohen ujërat e 2 liqenve më të mëdhenj të Ballkanit, liqenit të Shkodrës dhe liqenit të Ohrit. Të dy këto liqen kanë tërhequr vëmendjen që është në dashësi. Liqeni i Ohrit sidomos është i shkruar dhe në librat e shenjta. Domethënë deri aty në rëndësitë e tyre që edhe aty në librave aq unikale nuk ju ka pështuar rëndësia e këtyre liqenve, këtyre ujërave. Buna gjatë një viti derë në det 22 miliard e 400 milion metër kub ujë. Keni vetëm parasysh që Nili është lumi më i madh në mesdhe që derë 55 miliard, Buna derë 22 miliard e 400 milion. Maj tonë shtrihet liqeni i Shkodrës, një nga liqenet më të mëdhenj të Ballkanit, ka një sipërfaqe prej 368 km2, 149 km janë më në kufiri shtetëror të Shqipërisë. Është e rëndësishme se ky liqen është nën
domethënë nen shtetëror, që është edhe liçeni i Shqipërisë, është edhe i Malit Zi, dhe është një objekt ku mund të bëhen studimet përbashkëta, mund të bëhen gjëra shumë interesante në mes bashkëpunimeve, vllazërimeve, mirëkuptimeve, paqes e tjerë që janë kaq nevojshme sot për me u fut në integrua. Përveç kësaj, pastaj që shohim ne këtu është edhe hapësira e bregjeve të liçenit. Kjo është një hapësirë shumë e madhe dhe në kohët kur ka, domethënë, ngritjet e nivelit të sipërfaqes, liçeni i Shkodrës shkon rreth 545 km, domethënë bëhet një liçen afërsisht sa ç'është sipërfaqja e baletonit të Hungarisë, është rreth 603 km². Kjo godina këtu është një teatr i cili është në dispozicion të aktiviteteve që kryen këtu, dhe dikur që ishte një stall kuajsh, tash po e shikoni vetë se çfarë është bërë, edhe për mua është një gjë shumë interesante edhe i vihet në dispozicion, domethënë nevoja që ka Shkodra dhe më gjerë. Unë quhem Florinda Supa, jam nxënëse i klasës së 6 të shkollës Isa Jakupi Dobraç. Për mua është hera parë që vin në fshatin e Paqës, është një fshat shumë i bukur i gjelbëruar nga dora e njerëzit. Dhe unë dhe gjithë pjesëtarët e grupit që bëjmë këtë ekskursion, veçanërisht me mësuese Miren dhe drejtorishën e shkollës dhe të ftuarit e tjerë, do përpiqemi që ta bëjmë edhe shkollën tonë një ambient shumë të bukur, me gjelbërim të bukur të gjithë. Ne do kërkojmë ndihmën e profesor Ahmet Tosis, i cili ka qenë disa herë në shkollën tonë që të na ndihmojë edhe ai që ta bëjmë shkollën tonë një ambient të bukur, të gjelbëruar si fshatin e Paqës. Qëllimi i parë i fshat Paqës ka qenë pritja e refugjatëve gjatë luftës së Ballkaneve në 99, dhe kur lindi kjo nevojë për të pritur disa qindra refugjatësh. Pastaj kur ikën refugjatët, kemi ndryshuar qëllimin tonë dhe jemi përqendruar tek njerëz me nevojë që janë këtu sidomos nga veriu e Shqipërisë. Këtu kemi pritur edhe familje në gjakmarrje, e kemi ruajtur, e kemi mbrojtur, por sidomos sot merremi me fëmijë të braktisur, edhe me vajzat me vështirësi, edhe me familje që nuk kanë as një prekrahje, janë krejt të braktisura nga njerëz të tyre edhe. Pastaj qëllimi kryesor, themi, që jep shije edhe kësaj qendre, është Shtëpia e Paqës, ky program ndërkombëtar që nxit dialogun midis besimeve fetare të Ballkaneve edhe midis popujve të Ballkaneve, që zakonisht sidomos në vitet e fundit janë përfshirë nga konflikte edhe luftra të ndryshme. Ne dëshirojmë të ofrojmë këtyre njerëzve një vend takimi ku mund të bisedojnë lirisht pa asnjë paragjykim. Kështu kemi realizuar nga 2 vjet e gjys disa programe kur të rinjtë të Ballkaneve, serbët, shqiptar, maqedonas, bosnjak janë takuar për disa ditë rresht dhe janë njohur njëri me tjetrin. Edhe kanë krijuar një, mund të themi kështu, një themel paqeje që premton mirë për të ardhmen. Kol Lukaj më përsjell duke më uruar udhë të mbar. I premtoi se do të kthehem përsëri. Tashmë jemi bërë miq. Kjo portë rri gjithmonë e hapur për njerëz që kanë nevojë për paqe dhe dashuri.